Qendra e formimit profesional është një nga institucionet e cila ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në vite në aftësimin profesional të rinjve në Vlorë. Ergy Sallushi, drejtuesi i kësaj qendre, thot se në këtë qendër në vazhdimsi zhvillohen kurse profesionale. Allushi konfirmon se është hapur për herë të parë kursi i riparimit të elektroshtëpiakeve. Synimi është që në vazhdimsi, sipas Allushit, të hapen kurse për edukator për kopshte dhe çerdhe, si dhe kurs të përkujdesit për të moshuarit. Ergy Sallushi thekson faktin se në këtë qendër ofrohen kurse të ndryshme, teksa janë përmirësuar kabinetet dhe baza mësimore. Tek ne faktikisht e qendra jonë nuk ka sezon. Këtu është në vazhdimsi hapja e grupeve të reja dhe kurseve të reja, sepse kurset ka një periudhë që zgjasin, ka kurse me një fat 2 mujor, ka dhe 4 muaj e gjysmë, dhe janë vazhdimsi. Sa po mbaron një grup, fillon një grup tjetër dhe kështu me radhë, dhe te ne nuk ka sezon, nuk ka pushime. Ne jemi gjatë gjithë vitit në punë, jemi non-stop, dhe e reja e kësaj periudhe është që ne kemi hapur pas një periudhe gati 5 vjeçare kursin për riparim elektroshtëpiake, cili është një kurs që është zhvilluar në qendër, por u mbyll për shkak sepse nuk kishte kërkesa, dhe jemi munduar duke studiuar tregun që të ofrojmë të rinj që duan të mësojnë zanatin për të riparuar pajisjet elektroshtëpiake, të cilat ne kemi në shtëpi të gjithë. Është një profesion që kërkohet në qytet dhe në treg, dhe bashkë me të jemi duke studiuar tregun për të hapur një kurs për edukatore kopshti dhe çerdhe, për të hapur kurse për kujdesin për të moshuarit, e cila do të jetë një kurs me shumë interes, sepse ka kërkesa, po jemi duke përgatitur letrat për të hapur si kurs me programet përkatëse dhe me temat mësimore që nevojiten për të kurs. Dhe paralelisht tyre vazhdojnë normalisht kurset që janë tradicionale në qendrën tonë, si hidraulik, elektrik, kuzhinë, pasiceri, berber, mekanik, servis makinash, parukeri, manikyr, pedikyr, rroba qepsi dhe kurset të tjera. Ndërkohë, krahas tyre jemi duke investuar në kabinetet e qendrës, në mjediset e tjera për të krijuar kushte sa më komode për kursantët tanë, cilët kur të vinë të ndihen mirë dhe ta kenë me qef atë kurs që duan të zhvillojnë, atë zënë që duan të marrin. Në qendrën e formimit profesional, pritshmëritë ishin të larta për hapjen aty të kursit të hoteleri turizmit. Por sipas Ergy Sallushit, drejtuesit i kësaj qendre, kjo kërkesë ende nuk është përmbushur. Allushi sqaron se është thënë se do të realizohet, por projekti deri më tani ka ngecur dhe nuk ka informacione për se s'po realizohet. Kjo gjë po kërkohet vazhdimisht nga qendra e formimit profesional, për shkak se Allushi thot se do të ishte diçka vërtet e mirë nëse do të realizojë, sidomos për Vlorën. Qendra ka fituar një projekt përpara 4 vitesh, në fazën e parë që u bë shpallja për projektet e para, bashkëpunim me OLED-ën, dhe që nga ditë vazhdimisht na është premtuar, por ende nuk kemi gjë konkrete, dhe nuk kemi informacion se çfarë ka ndodhur. Vazhdimisht kërkojmë dhe vazhdimisht na thonë do fillojmë së shpejti, por ende nuk kemi gjë konkrete. E do të ishte me shumë interes, sepse lart katin e tretë, gjysmë e kati do të kthehej në një kabinet modern hotelerie turizmi, duke përshtatur një dhomë hoteli, një recepcion, dhe do të lidhej, ishte ideja që të lidhej kursi menaxhim hotelit, hotelerie turizm, të lidhej me kursin e kuzhinës, dhe pasiceri me shërbime në bar për kamarier, dhe do të bëjë një si shkolle turizmi në pranë qendrës. Nuk e dim ku ka mbetur si projekt, jemi duke e pritur dhe do vazhdojmë ta kërkojmë sepse do të jetë një gjë shumë e mirë jo vetëm për qendrën, por për gjithë Vlorën. Kurset të cilat ofrohen në qendrën e formimit profesional ofrohen të gjitha falas për punë kërkuesit e papunë. Kursantët aplikojnë në zyrën e punës dhe më pas, kjo e fundit i orienton për formim profesional në qendrën e formimit profesional. Aftësim ky që i duhet për të zotëruar një profesion.